Është një foto e Ilir Metës me kanotierë dhe me një palë pantallona të shkurtra. Aty dreq foto ku e ke marrë? Se aty s'është as Meta Peshkëngritës, as Meta politikan. Pra ku është aty? Është me shapka? Në shtëpinë e tij. Është në shtëpinë e tij. Në e cilit viti ka qenë ajo foto? Duhet të jetë diku ke 2001, 2002, nuk jam shumë i saktë. Në mos gaboj në atë kohë ka qenë kryeministër ose duhet të ketë qenë kryeministër dhe ne shkojmë me, në mos gaboj kam qenë me Shpëtim Nazarkun, nuk jam shumë i saktë sepse tash kanë kaluar shumë vite dhe nuk dhe shkojmë për të bërë një intervistë në shtëpi. Do të keni qenë te Dita. Atëherë gazeta Dita Informacion. Nuk jam shumë i sigurt dhe nuk dua të them gjëra që nuk i mbaj mend shumë mirë. Shkojmë për të bërë një ekspozitë, një intervistë e po pristim që të vinte, ishim ulur, na kishim nxjerrë diçka. Dhe si unë gjithmonë jam i gatshëm tek aparatin dhe ai hap derën dhe hyn në atë pozitë, po ai nuk e mendoi që unë do ta fotografonja ashtu. Kështu që qeshëm. Foto është foto e bukur. Dhe kjo punë me të qeshur është edhe një herë tjetër, me që jemi këtu dhe tregojmë historira. Ishte tetor në mos gaboj 97-s dhe për herë të parë qeveria Nano shkonte në Itali do takojë me Berlusconin. Nano për herë të parë kryeministër. Edhe merrte shumë gazetarë me vete. Midis cilëve isha dhe unë. Edhe Bemblushi. Tash të gjithë gazetarët në atë kohë e mbanin mend që unë gjatë 97-s mbajnë gjithmonë me vete një fotografi që isha për qafe me Berishën. Dhe kushdo që më ndalonte rrugës patentën, mos patentën unë nxjerr një atë. Ajo ishte patenta ime dhe të gjithë e dinin këto. Kush ishte në gazetari e dinte që patenta mandit. Me gjithë më hapnin rrugën me atë. Po aty ku duhej e përdor, ja se në krahun tjetër s'mund ta përdor. Bukur. Në avion ishim në fund fare të avionit, isha ulur unë dhe operatori i televizionit. Nano ishte tap. Ngrihet nga vendi fare. Si po gradecari për pa plum, pa pistolet. Po ishte goxha. Dhe ngrihet nga fundi dhe shkon në banjë në fund të avionit. Unë të shti me quaj shejtanlikun, quaj profesionalizmin, quaj si të duash, veri të një emër, mendoj që ky edhe kur dali nga banja, si di shqiptarët e mirë të dalë duke mbërthyer pantallonat. Kthe, pa ja pratin gati. Ai del në bëj fotografi dhe ishte del duke mbyllur pantallonat. Tash është momenti që ti thua tash si do reagoj, domosdoshmë çdo gjë ka një pasojë. E bërëm thonë? E bëra i thash. Ai dali me fotografitë. Edhe tret Meksin Xhufën që ishte fotograf i presidencës kryeministrisë në ato. E dalin fotografi ke korridori i avionit, dalin të dy fotografi me Nano. Ngrihet Blushi dhe thot, ja udhi mandi thot, po unë patentën e re thot, Blushi. Po ti kemi edhe këto 8 vjet, i them, mund të kemi patentë këto 8 vjet. Shishi thot Blushi në caktoi, ky thot 8 vjet për shtetën e thot. Qeshëm kaloi histori, ja hudha, e thon